28 tetor. Shpërblimi radikal. Në të vërtet po ju them, nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezërit, a motrat, a atin, a nënën, a fëmijët, ose arat për hirin tim, të ungjillit, që të mos marrë tani, në këtë botë, 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekjet dhe në botën e ardhshme jetë të përjetshme. Marku 10:29-30. Jezusi po thot këtu se ai vetë është shpërblimi për çdo sakrificë. Nëse heq dorë nga interesimi dhe dashuria e afërt e nënës, do të marrësh 100 fish më tepër kujdes të dashuri nga Krishti, i cili është gjithmonë pranë teje. Nëse heq dorë nga shoqëria e ngrohtë e një vëllai, do të marrësh 100 fish më shumë ngrohtësinë dhe shoqërinë e Krishtit. Nëse heq dorë nga ndjesia të qenet në shtëpi, dhe shtëpia që kishe, do të marrësh 100 fish më tepër ngushëllim dhe siguri, duke ditur se Zoti yt është pronar i çdo shtëpie. Misionarëve të ardhshëm Jezusi po u thot: Unë ju premtoj se do të punoj për ju dhe do të jem me ju, aq shumë sa nuk do të jeni në gjendje të thoni se keni sakrifikuar ndonjë gjë. Cili ishte qëndrimi i Jezusit ndaj shpirtit sakrifikues të Pjetrit? Pjetri tha: Ja, ne lam çdo gjë dhe të ndoqëm. Marku 10:28. A është ky shpirti i vetmohimit që lavdërohet nga Jezusi? Jo, ai lloj shpirti qortohet. Jezusi i tha Pjetrit: Askush nuk sakrifikon ndonjë gjë për mua, të cilit mos ja kthej 100 fish. Po, në një farë kuptimi edhe në këtë jetë, për të mos folur pastaj për jetën e përjetshme në epokën që do të vijë.